Kalojmë tek lajme të tjera nga komuniteti. Vatra, Boston, mirëpret Luana Ramën në një takim për kulturën dhe çështjet kombëtare. Në ditën e dytë festivalit të filmit shqiptar organizuar nga Qendra Kulturore Fanoli në Katedralin Ortodokse Shën Gjergji në Boston, kryetari i Federatës Panshqiptare Vatra në Boston, Mentor Maksuta, i zhvilloi një takim miqësor me shkrimtarin Luana Rama, një zë i fuqishëm për vite, por çështjen çame ai solli në Boston poemën Ode për tembujt e pa harruar, e cila u shfaq si film dokumentar në kuadër të festivalit. Pas takimit, ku ishin të pranishëm dhe zoti Alket Veliu, drejtuesi i Fondacionit Hoxha Tasin, arktari i Vatës Jori Çela dhe vatrani Klajdi Haruni u diskutuan mbi domosdoshmërinë e ndriçimit të historisë së shqiptarëve në diasporë dhe në SBA. Një takim gjithkombëtar për çështjet shqiptare u përmend si nevojë strategjike për bashkëndimin e zërave shqiptar në Amerikë. Luana Rama, autore 10 librave letrar, publicistik dhe studiemor, mbetet një zë i spikatur në letërsinë dhe kulturën shqiptare me vepra që ndriçojnë historinë e trevave shqiptare dhe tarvanitasve. Festivali i filmit shqiptar në Boston vijoi edhe ditën e shtunë, ku ke kulmuar në një mbrëmje galam përnder të artit, kulturës dhe komunitetit shqiptar në diasporë.